Zoti Lamallari, Besar Bayraktari nga televizioni Klan News. Pas pak ditësh pritet të mbahet protesta rradhës e opozitës, e dyta në radhë që kur ju keni marrë detyrën. Në fakt gjatë pothuajse të gjithë protestave, protestuesit të cilët arrestohen nga ana e policisë, lirohen nga ana e gjykatës. Mendoni që duhet të ketë një qasje tjetër nga ana e policisë kashik këtyre protestuesve që hedhin molotov, kryen veprime ndaj efektive, apo duhet të ketë një qasje tjetër nga ana e gjyqësorit? Faleminderit. Faleminderit, por unë do të thoja duhet kemi parasysh diçka, duhet bëjmë ndarjen mes protestuesve, të cilët ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe ligjore në mënyrë paqësore, ashtu siç e kërkon dhe ligji për tubimet, dhe atyre që ti the protestuesve me molotov, ato nuk janë protestues, ata janë thjesht shkelës të ligjit. Të hedhësh molotov në drejtim të institucioneve publike, duke apo edhe pronës publike, duke rrezikuar seriozisht jetën dhe shëndetin edhe të personave të pranishëm aty, përfshi dhe punonësit me uniformën e shtetit shqiptar, punonësit e policisë së shtetit, kjo është thjesht e palishme, është kriminale. Pra nuk ka të bëjë më me protestën, ka përcjell kufit e protestës, që është një mekanizëm ligjor demokratik në çdo vend të botës. Të gjithë ata që në mënyrë flagrante shkelin ligjin, cënojnë jetën dhe shëndetin e policisë së shtetit, punonësve të policisë, të cilët janë aty thjesht për të garantuar rendin dhe sigurinë, duhet të përballen me pasojat e ligjit. Qoftë ta nxitës në rolin e nxitësit, në rolin e organizatorëve apo në rolin e ekzekutorëve. Për fatin e keq, ne kemi dëshmuar në protestat e fundit se teksa numri i mbështetësve e atyre protestuesve sipas ligjit paqësor etj. Reduktohet, shtohet numri i molotovarëve apo atyre që nuk kanë të bëjnë fare me protestuesit, nuk kanë të bëjnë fare me aktet civile, qytetare, me shprehje një mendimi ndryshe, por kanë të bëjnë haptazi me persona të cilët sillen në mënyrë të kundërligjshme dhe janë thjesht subjekte të organeve të ligjit dhe të hetimit. Padyshim kërkohet një punë më e madhe edhe nga policia e shtetit për dokumentimin e këtyre rasteve, për provueshmërinë e palishmërisë së tyre, në mënyrë që të sigurohet dhe garantimi i masave të sigurisë dhe dënimi i tyre. Nuk mund të lejohet, jo për shkak se protestat bëhen kundër qeverisë, apo se mund të cënohet politikisht ministri i punëve të brendshme. Kjo ka të bëjë me sigurinë, me rendin dhe me mbrojtjen e jetës së punonësve të policisë dhe çdo kujt tjetër që mund të ndodhet aty, përfshi dhe protestuesve të ligjshëm. Pra nuk mund të lejohen akte të tilla dhe të kesh nga protesta në protestë të njëjtat persona të cilët sillen si kriminal dhe nuk janë protestues. Pra është detyra e policisë së shtetit të garantojë dhe të marrë gjithë masat nevojshme për dokumentimin sa më të plotë të këtyre akteve dhe të personave përgjegjës, në mënyrë që të garantohet e drejta e ligjshme për protestë paqësore dhe për shprehjen e mendimit të ndryshe. Përshëndetje.